Dashi. Sot është një ditë që sjell energji të freskëta dhe mundësi të reja në jetën tuaj. Në punë është momenti të tregoni iniciativën dhe të propozoni ide të reja, sepse aftësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë. Romanca mbush hapësirat e ditës dhe një bisedë e thellë me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj. Për ata që janë beqar, një takim i papritur mund të ndezë një shkëndijë të veçantë. Financat kërkojnë vëmendje, kështu që qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Ndiqni një qasje më të matur dhe përfitoni nga momentet për të kursyer. Ndiqni intuitën tuaj në çdo hap, sepse zemra juaj do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të drejta. Jepini vetes hapësirën për të medituar dhe reflektuar, sepse qetësia shpirtërore do t'ju jap forcë. Demi. Sot, zemra juaj mund të ndjejë nevojën për qetësi dhe reflektim. Në marrëdhëniet romantike, të qenit i hapur dhe i sinqert mund të forcojë lidhjet tuaja. Ndajeni mendimet tuaja me partnerin, sepse kjo do të krijojë një atmosferë besimi dhe mirëkuptimi. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur. Mos hezitoni të merrni vendime të guximshme. Financat tuaja po kërkojnë një riorganizim të vogël, një planifikim i kujdesshëm me shqetësi për të pasur stabilitet afatgjall. Ndjenja e përmbushjes mund të vijë nga vlerësimi i momenteve të vogla që ofron dita. Kujdesuni për veten dhe krahasoni përvojat tuaja me atë që dëshironi të arrini. Momentet e qeta do të sjellin qartësi dhe harmoni të brendshme. Binjakët. Sot, mendja jote është një det i qetë që preket nga një erë e lehtë e frymëzimin. Në punë, mundësia për të shkëlqyer të ndodhet pranë teje, por kërkon që të përqendrohesh dhe të mos përqendrohesh nga detajet e vogla. Në çështjet e zemrës, ndiq instinktet. Një bisedë e papritur mund të hapë një kapitull të ri dhe emocionues. Ndërsa buxheti kërkon kujdes, një ide e vogël mund të rritet në diçka më të madhe nëse kultivohet me mençuri. Ndërsa dita vjen në mbrëmje, lë shoparat emocionale që mund të kenë rënduar. Përcakto çastet e vogla të gëzimit dhe relaksohu në praninë e tyre. Një shëtitje në natyrë mund ta freskojë shpirtin tënd, duke të dhuruar një ndjenjë qetësie dhe harmoni. Daforia. Dita fillon me një ndjenjë të veçantë qetësie që i mbulon mendimet tuaja si një perëndim dielli. Ndërkohë që valët e përgjegjësive të përditshme përpiqen të ndërhyjnë, fuqia juaj e brendshme do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të drejta. Në punë, është momenti për të ndarë idetë tuaja, dhe të çditeni nga mbështetja që do të merrni. Për sa i përket dashurisë, komunikimi është qelësi për të forcuar lidhjet emocionuese me partnerin tuaj ose, nëse jeni beqar, me dikë të ri që afrohet ngadalë. Planetet sugjerojnë të mbani një sy mbi shpenzimet. Një kursim i vogël sot mund të kthehet në një bekim të nesër. Përqafoni çastet e heshtura për të ndjerë paqen e brendshme, pasi ato janë burimi i energjisë suaj shpirtërore. Luani. Mëngjesi sjell energji pozitive dhe ndjesi të freskëta. Një takim i papritur mund të ndezë flakën e dashurisë që keni pritur. Nëse jeni në një lidhje, sot është dita për të shprehur ndjenjat pa frikë. Në punë, mos e humbni fokusin për detajet e vogla. Ato mund të bëjnë ndryshimin. Kreativiteti juaj është në kulm, prandaj mos hezitoni të shfaqni idetë tuaja. Financat kërkojnë vëmendje. Shpenzimet e panevojshme duhet shmangur për të ndjerë më të sigurt. Një ndjenjë e thellë qetësie ju përshkon ndërsa dita shkon drejt mbrëmjes. Meditimi ose një shëtitje i qetë mund të bëjnë mrekulli për shpirtin. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se ndonjëherë bukuria qëndron në thjeshtësi. Virgjëresha. Dita e sotme do të sjellë një qetësi të mirëpritur në zemrën tënde. Në çështjet e dashurisë, dëgjoj me kujdes atë që zemra të përshpërit. Ndoshta është koha të shprehësh ndjenjat që ke mbajtur fshehur. Në punë, qëndro i fokusuar tek detajet që të bëjnë të dallohesh nga të tjerët. Mos ki frikë të japësh mendimet e tua kreative, pasi ato mund të sjellin një ndryshim pozitiv. Financat duken stabile, por është mirë të shmandesh shpenzimet e panevojshme sot. Kujto që ndonjëherë bukuria qëndron në gjërat e vogla dhe të thjeshta. Merr një moment për të lidhur me natyrën, ndoshta një shëtitje e shkurtër do të të mbush me energji të re. Ndiq intuitën dhe gjithçka do të shkojë mbar. Peshorja. Sot është një ditë për të ndjerë harmoninë dhe për të gjetur balancën që kërkon. Në dashuri, përpiqu të dëgjosh më shumë dhe të jesh më i hapur ndaj ndjenjave të partnerit. Shpreha e mirënjohjes do të sjellë momente të ëmbla dhe të mbushura me intimitet. Sa i përket punës, mund të kesh një detyrë që kërkon kreativitet. Mos ki frikë të tregosh anën tënde artistike dhe të frymëzohesh me ide të reja. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet impulsive. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të qetësosh mendjen. Yjet sugjerojnë që të vlerësosh momentet e vogla të lumturisë dhe të kujdesesh për mirëqenien e brendshme.
Merr kohë për reflektim. Akrepi. E sotmja sjell një energji të veçantë që ndihmon në ngritjen e frymës tënde krijuese. Në lidhje me dashurinë, është koha ideale për të hapur zemrën dhe për të treguar ndjenjat. Një bisedë e hapur me partnerin mund të sjellë sinqeritet dhe afërsi të reja. Në punë, pritet që disa projekte afatgjata të fillojnë të shpërblehen. Mund të ndjesh një valë krenarie për arritjet e tua. Megjithatë, ruaj një sy të kujdesshëm mbi financat, duke shmangur shpenzimet e panevojshme. Sot, lër kohë për reflektim dhe për të rilidhur me veten. Një shëtitje në natyrë mund të sjellë qetësi dhe frymëzim. Kujto se durimi dhe vëmendja ndaj detajeve mund të jenë çelësi i suksesit tënd. Shigjetari. Sot, ndjen në ajër një energji të re që frymëzon shpirtin tim, qëndroj i përqendruar tek vetja. Zemra të kërkon të shprehësh ndjenjat me besim dhe të përqafosh momentet e buta me partnerin. Nëse je tani në kërkim të dikujt të veçantë, një takim i papritur mund të sjellë surpriza të këndshme. Në vendin e punës, intuita është aliati më i mirë, duke të ndihmuar të marrësh vendime të zgjuara. Largohu nga rutina dhe kërko mënyra të reja për të përmirësuar rendimentin tënd. Financat mund të kërkojnë pak kujdes dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për balancën mes shpirtit dhe trupit. Një shëtitje në natyrë do të rigjenerojë energjinë tënde. Dhuro buzëqeshje dhe dita do të ndriçojë. Britsjapi. Sot, ndriçimi i yjeve sjell një qetësi të brendshme që të ndihmon të përballosh sfidat e ditës me një frymë optimiste. Në punë, përkushtimi i këtij pashoq do të shpërblehet me vlerësime nga kolegët dhe mundësi të reja për zhvillim. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të sjellë afërsi të reja dhe të rikthejë harmoninë e dëshiruar. Financat janë në rrugën e duhur, por qëndro vigjilent ndaj shpenzimeve të papritura. Meditimi dhe reflektimi janë miqtë e tu sot. Lejo vetes disa momente të çmuara qetësie për të rigjitur fokusin e brendshëm. Kujdesi për veten dhe për ata që do të janë çelësi për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të mbajtur një ekuilibër të shëndetshëm emocional. Ujori. Sot ndihesh më shumë në harmoni me veten dhe emocionet të reja përshkojnë mendjen. Dashuria shfaqet si një dallë e butë, duke të ftuar të reflektosh mbi ndjenjat dhe lidhjet që të ngrojnë shpirtin. Nëse ke mundësi, ndaje kohën me një mik të vjetër, pasi lidhjet e së shkuar sjellin kënaqësi. Në punë, ndihesh i frymëzuar dhe idetë që ke mbartur për një kohë të gjatë tani gjejnë terrenin e duhur për të shprehur. Financat janë në një fazë stabiliteti, por është e rëndësishme të mos lejohet që dëshirat e momentit të ndikojnë mbi vendimet afatgjata. Kujdesu për energjinë tënde dhe kërko qetësinë në natyrë, duke u ndjerë një me universin. Mos haro të dëgjosh zërin e brendshëm. Peshqit. Sot, universi të fton të qëndrosh i hapur ndaj ndjesive të tua të brendshme. Është koha të dëgjosh zemrën dhe të ndjekësh atë që të bën të ndihesh më i gjallë. Në marrëdhënie, një bisedë e thellë me partnerin mund të sjellë qartësi dhe mirëkuptim të ri. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndezë interesin tënd. Në punë, përqendrohu te detajet dhe mos u trazo nga zhurmat anësore. Kjo është një ditë e shkëlqyer për planifikim dhe organizim financash. Kujdesu për shëndetin tënd mendor duke medituar ose duke kaluar pak kohë në natyrë. Mos haro se çdo ditë është një mundësi e re për të çelur zemrën dhe mendjen ndaj bukurive që të rrethojnë.